Po Kosova si pikë të ndihshme, tani më veç është e ditur, ka veriun. Mendoj se kemi një përparim, mund të them, në aspektin e asaj që quhet shtrirje të sovranitetit me forcat e sigurisë, me forcat policore, por mendoj që në aspektin politik ende kemi për të bërë shumë, sepse atje kemi një përqindje të popullatës serbe, të pakicës serbe, e cila dominon në ato 4 komuna. Dhe tash me zgjedhjet që do të bëhen në tetor, dihet që fitus do të jenë përfaqësuesit e tyre. Mendoj që më tepër për këto momente problemi duhet të zgjedhet në aspektin politik. Dhe kjo ndjeshmëri ose kjo situatë e cila mund të them është e manipuluar nga eksponent të qeverisë serbe, të cilët për çdo ditë dhe mund të them për gjithë dinamikën që sot do në Kosovë me popullatën me pakicën serbe manipulohet dhe mund të them involvohen elementet e tillë, do thotë që nga rasti Banjska, pastaj me kanalin e Ibrit atje të aksionit. Të gjitha këto kanë qenë, mund të them, disa aksione të cilat Serbia dëshiron të krijojë në Kosovë dhe një pakënaqësi dhe një bund të tillë dhe të kërkojnë nga ndërkombëtarët apo nga takimet e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që janë çdo 6 muaj, dhe të kërkojnë që në rreth Kosovës të paraqitet si një mund të them vujtje të serbëve sipas politikës serbe dhe të shkaktojnë në aspektin diplomatik kështu çdo herë tendencë që kjo situatë të mbahet kështu pezull deri mund të them të një arritje e asaj që është ligjërisht obligative në raportet Kosovë-Serbi. Mendoj që në një aspekt Serbia përkundër turbulencave të brendshme me protesta jashtëzakonisht të furishme për brenda në Serbi, që mendoj që Vučići ka pozicionin pikun më të ulët të kredibilitetit të brendshëm. Meqense në politikën e jashtme duhet pranuar që ka pas disa aktivitete që kanë qenë, mund të them, jashtëzakonisht favorizuese për Serbinë. Dhe ajo që ka ndodhur me djalin Trump Junior ka qenë, do thot, ajo që i ka ndihmuar më së tepër me Vučićit për konsolidimin e tij të brendshëm. Mirë po, mendoj që nuk lidhi në atë aspektin që djali Trump Junior udhëheq në institucion në Amerikë, mirë po duhet kuptohet që djali i presidentit të shtetit më të fuqishëm botë dhe një fjali e tij ose një interferim i tij mund të ketë ndikim në atë çka është në mendjen e Trumpit apo mund të them në aktivitetin e tij nesër për Ballkanin. Tëra kjo tregon që Serbia realisht dëshiron që të krijojë një situatë të destabilitetit për brenda Kosovës dhe të krijojë sa më tepër probleme të natyrave të ndryshme, qoftë nga pakënaqësitë që mund të ngjallen në Kosovë, një gamë të luftës hibride përdor Serbia thënë drejtën në Kosovë. Dhe këtë drejtim veriu është pika esenciale dhe mendoj që administrata amerikane dhe ajo që do të vijë në të ardhmen tentohet të krijohet një, mund të them, Washington 2022 që të arrihet, mund të them, një bashkëpunim i tillë, një azë ballkanike për aspekte ekonomike, sepse edhe logjika e presidentit Trump është e bizneseve dhe në këtë drejtim do të kemi edhe qasjen e tillë, edhe pse ka një përfaqësues të mbruar tash të State Departamentit Amerikan për Ballkanin. Mirë po çfarë do të jetë dhe kush do të jetë ai personi i cili do të jetë i kyçur në relaksimin e këtyre raporteve dhe afrimin e një platforme për raportet Kosovë-Serbi, besoj që mund të dihet shumë shpejt, edhe pse dihet që Richard Grenell është i emëruar për krizat në botë, emisar, dhe besoj që edhe tek ne do ta ketë një rol. Po sidoqoftë, Kosova ka nevojë për një stabilitet të brendshëm, institucional, qeverisës, dhe të kërkoj që kjo qeveri të jetë qeveri që të ketë një mandat 4 vjeçar
dhe të ketë, mund të them, numër solid të konsiderueshëm, një koalicion qartë i qëndrueshëm, mirë po edhe me vizion për të ardhmen, sepse Kosova duhet të kuptoj që nuk jemi në vitet 90-ta, nuk jemi as në vitet 99-ta, në fillim viteve 2000-ta, por jemi në një kohë kur mund të them gjeopolitika dhe komplet gjeostrategjia botërore në shumë pikpamje ka ndryshuar. Çfarë do të thotë dhe çfarë kërkon të tregoj deklarata e djalit të Donald Trump se Bill Clinton sulmoi Serbinë në bashkëpunim me Britaninë e Madhe për të fshehur skandalin Levinsky? Mendoj sepse Gjenerali Shtabi, ku është bombarduar nga forcat e NATO-s në vitin 99, do të them tash 26 vite, ky Gjeneral Shtab do të krijohet një resort hotelier i cili është marrë nga dhënëri i Trumpit. Mendoj që deklarata e Trump Junior ka pas për qëllim një zbutje të asaj që njihet, mund të them, një relaksim të raporteve, sepse ka ndodhur çka ka ndodhur në serbët, duhet ta kuptoj që kjo nuk ka ndodhur për inati që i urrejnë amerikanët serb, sipas tij po mendoj, por ka ndodhur për shkak të atij skandalit, të mbulohet ai skandali me Levinskin, i Bill Clintonit, presidentit edhe shumë amerikan, që nuk mendoj që ka të bëjë me realitetin, absolut. Ka qenë, do thotë, çështje jo me humbë vëmendjen, sepse ajo çështje ka qenë në atë kohë bukur shumë për folën e SBA, rejtingu i Clintonit në atë kohë, mund të them, ka pas ngritjen më të madhe, mirë po edhe një ramje të tij për shkak të asaj afere, por prap konsiderohet që Clintoni ka qenë një ndër presidentët më të suksesshëm. Dhe mendoj që aksioni dhe goditja që është bërë në Kosovë ka qenë aspektit humanitar, është nisur nga ky parim. Dhe mendoj që nuk ka qenë asgjë që sot mundet ta kompromitoj asnjë fjali e djalit të Donald Trumpit. Mirë po, ana shijes biznesore dhe transaksioneve të cilat dëshiron djali dhe dhënëri i Trumpit të krijojnë në Beograd dhe në Sarand, mund të them që ndonjëherë kërkojnë ndonjë alibi për të gjetur ndonjë shkak që të kaluarën historike ta paraqesin që ka qenë një aksident, një gjë e rastit. Mirë po, ajo që mendoj tek djali i tij dhe afrimi i tij me presidentin serb dhe gjithë ato historiet e shqetësimit Beogradit nga ato ndërtesa dhe gjithë ajo, mund të them, pritje dhe bisede relaksuar në aspektin e afrimeve dhe të gjitha ato natyrat e tjera të cilat e përsollën tërë atë takim të tij me Vučićin, tregon që serbët kanë arritur të krijojnë, mund të them, një lloj hyrje në atë që njihet kanë kapërcyer munin e zjarrit. Dhe qëllimi i serbëve nuk është qëllimi me evropian, qëllimi të afrohen me evropian, qëllimi i serbëve është të krijojnë raporte sa më të mira me shtëpinë e bardhë përtej Atlantikut. Kjo do thotë është ajo që mendoj që edhe në takimin me djalin e Trumpit e kakit poent, 6, mund të them, organizata lobuese serbe kanë licencat për të lobojnë në SBA, ne shqiptar fatkeqësisht kemi 0. Edhe kjo është forma lobuese edhe e djalit të Trumpit. Dhe mendoj që në ardhja e tij në Beograd mund të krijojnë, mund të them, kthimin e asaj që serbët e mendojnë për të hyrë përmes, mund të them, asaj që është vështirë të deportohet, por mund të them që në këtë drejtim kanë pasur edhe sukses.